Këngëtarja me famë botërore me origjinë shqiptare, Rita Ora ka emocionuar ndjekësit me një rrëfim tepër prekës mbi fëmijërinë e saj dhe fillimet e saj si emigrante në Londër. Në një postim të ri në Instagram si pjesë e miniserisë personale, Episode 3, Rita ka folur me lot në sy për periudhën më të vështirë të jetës së saj, shpërnguljen nga Prishtina drejt Londrës, vështirësitë e fillimit dhe momentet e dhimbshme që përjetoi familja e saj. Episodi 3 është jashtëzakonisht personal për mua. Kur unë dhe familja ime u shpërngulëm nga Prishtina në Londër, isha vetëm 1 vjeç, duke parë sot tek Rita e vogël shoh një vajzë të friksuar, por njëkohësisht të guximshme, që po përpiqej të kuptonte jetën. Tani që jam e rritur e kuptoj forcën dhe qëndrueshmërinë që ju desh prindërve të mi për ta bërë atë hap. Guximi që kam sot është vetëm fal tyre. Gjatë videos Rita shfaqet e prekur teksa tregon për vështirësitë që familja e saj përjetoi në vitet e para si emigrante në Britani, por edhe për momentin më të dhimbshëm kur nëna e saj u diagnostikua me kancer në ato kohë. Këngëtarja kujton se kjo periudhë e vështirë e ka forcuar emocionalisht dhe e ka mësuar të vlerësoj më shumë jetën, familjen dhe guximin. Postimi është shpritur me mira reagime nga fansat, të cilët kanë vlerësuar mënyrën e sinqertë me të cilën Rita Ora ndan pjesë kaq të thella të jetës së saj. Këngëtarja shqiptare me famë botërore, Rita Ora ka qenë së fundmi e ftuar në një intervistë të veçantë për televizionin prestigjioz amerikan ABC, ku ndau rrëfimin e saj frymëzues për prejardhjen dhe karrierën e saj. Gjatë bisedës, Rita Ora foli me emocion dhe krenari për rrënjët e saj shqiptare nga Kosova dhe për ndikimin që ato kanë pasur në rrugëtimin e saj artistik. Gazetari i ABC e pyeti se si e ka formësuar jetën dhe krijimtarinë artistike prejardhja e saj nga Kosova, e bashkuar me përvojën e jetës në Londër. Rita u përgjigj me sinqeritet dhe pasion, duke theksuar se rrënjët e saj janë pjesë thelbësore e identitetit të saj si artiste dhe si njeri. Ajo tha se gjithmonë ka folur hapur për të kaluarën e saj dhe për sfidat që ajo dhe familja e saj kanë kaluar si refugjat që u zhvendosën në Mbretërinë e Bashkuar në fillim të viteve 90. Mund të flas për këtë për gjithmonë, tha ajo, kur nuk e harroj nga vi, qysh në fillimet e mia më shumë se 1 dekadë më parë kam folur gjithmonë hapur për prejardhjen time si emigrante, për familjen time si refugjate dhe sa shumë do të thotë kjo për mua, më është dhënë mundësia të arrij ëndrat e mia dhe kjo është diçka që nuk e marr kurrë si të mirëqen, u shpreh artistja shqiptare. Në intervistë Rita tregoi se ruan gjithmonë lidhjen me kulturën shqiptare, gjuhën dhe komunitetin. Ajo kujtoi me mall momentet nga fëmijëria dhe sfidat që familja e saj përjetoi, duke ndërtuar një jetë të re larg vendlindjes në Britaninë e Madhe. Sipas Rita Orës, gjithë kjo përvojë i ka dhënë forcë dhe frymëzim për të ndjekur me vendosmëri pasionin për muzikën dhe për të mos u dorëzuar përballë vështirësive. Kur ngjitem në skenë, gjithmonë më shkon mendja te familja ime, te sakrificat që kam bërë. Jam krenare që përfaqësoj shqiptarët në skenën ndërkombëtare. Dua që njerëzit të shohin që ne vim nga një kulturë e pasur dhe me zemër të madhe. Rita Ora është sot një nga emrat më të njohur të muzikës pop në botë, me suksese të shumta në muzikë, aktrim dhe mod. Ajo ka arritur të krijojë një karrierë mbreslënse ndërkombëtare. Megjithatë, siç theksoi edhe në këtë intervistë, ajo nuk ka harruar kurrë rrënjët e saj dhe vazhdon të jetë një zë i fuqishëm për diasporën shqiptare kudo në botë. Përmes këtij rrëfimi, Rita Ora jo vetëm që ndau historinë e saj personale, por edhe dha një mesazh shprehse dhe frymëzimi për të gjithë ata që vijnë nga prejardhje të vështira, duke treguar se ëndrat mund të bëhen realitet, pa harruar se kush je dhe nga vjen.